Kemi rikthyer, do të shkojmë tani në një intervistë drejt për drejt në Skype me profesorin dhe ish kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kristaj Shkume. Do të flasim për fletën e votimit në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Tashmë modeli është përcaktuar, është miratuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por ajo që bie në sy është një fletë e madhe. Sa rrezikon kjo që të sjellë, le të themi, problematika apo pavlefshmërinë e votës në këto zgjedhje? Profesor Kume, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, ju falenderoj që pranuat ftesën. Besoj edhe ju e keni parë, tashmë të miratuar fletën e votimit. Kjo ka ardhur dhe për shkak të ndryshimeve të ligjit zgjedhor me listat hapura dhe listat të mbyllura, por nuk e di nëse ju ka rënë në sy për shembull gjatë eksperiencës tuaj një fletë kaq e madhe votimi? Jo, kjo është era e parë që ne kemi një fletë të tillë votimi me këto përmasa, e cila natyrisht përmasat e saj nuk janë faktorë që mund të ndikojë apo jo në mos administrimin normal të saj prej zgjedhjeve, por ka një efekt tjetër pasaj në rritjen e kostos për prodhimin e fletëve të votimit. Rritje që për mua është e pajustifikueshme, sepse fleta e votimit është kaq e madhe për të plotësuar dëshirën do thosha, dhe jo për të rregulluar më mirë standardet në procesin zgjedhor të partive politike, të cilat kanë kërkuar në mënyrë të vazhdueshme që në fletën e votimit të jenë të shkruar emrat e të gjithë kandidatëve. Se për çfarë shërben kjo? Për mua, në krahasim me problemin që sjell kjo, është shumë pak e para se sa e dyta. S'ka pse të veprojë në këtë mënyrë, s'kishte pse të veprojë në këtë mënyrë dhe të kishim një fletë votimi kaq shumë të madhe, e cila për qarkun e Tiranës, njësinë zgjedhore Tiranë do të jetë e vështirë edhe për t'u administruar nga zgjedhësit, veçanërisht ata të moshës të moshës së madhe, sepse është e mbi ngarkuar me emra, është kaq shumë e mbi ngarkuar sa nuk ta merr mendja. Dhe hajde të gjesh emrin të cilit do për të dhënë votën tënde parapërkyese në të. Ndërkohë që zgjidhja mund të ishte ajo që përdoret edhe në Kosovë, ku në vend të emrave në fletën e votimit rreshtohen vetëm subjektet zgjedhor dhe në krah të subjekteve zgjedhore, pastaj në të njëjtën fletë votimi, në krahun e djathtë të fletës votimit, shënohen numrat përkatës, ku dihet pastaj se çdo subjekt në një numër të caktuar ka emrin, kush është emri i kandidatit.